Njeriu duhet ta jetojë jetën e tij në përputhje me atë që Zoti i kërkon atij. Duhet ta jetojë jetën e tij në përputhje me qëllimin e krijimit të tij. Dhe qëllimi i krijimit të tij është që njeriu në radhë të parë të zbatojë ato që i ka urdhëruar krijuesi dhe në drejtim me kënaqësinë e krijuesit. Në momentin që jeton me këtë ndjenjë edhe me këtë vetdije, edhe jeta merr kuptim, por edhe do të ngelet një kujtim i bukur. Zoti urdhëron mirësinë tek njerëzit. Urdhëron që ai nga njëra anë të jetë i nënshtruar ndaj Zotit dhe ta adhurojë atë për çka ai dhuron, edhe për çka ai është, sepse ai është Zoti i gjithësisë, i patëmeta dhe i plotësuar në çdo aspekt. Dhe nga ana tjetër e urdhëron atë që të jetë i mirë me krijesat e tij. E urdhëron atë që të veprojë mirë ashtu sikurse Zoti ka vepruar mirë me të, ashtu sikurse Zoti ka dhuruar atij, edhe njeriu të jetë dhurues. Pra në çdo moment i jetës tij të jetojë me këtë vetdije. Këtu është dhe thelbi i natyrshmërisë njerëzore. Pra njeriu në natyrën e tij është krijuar që të duhet dhe që të dojë. Në momentin që jeton brenda këtyre kontureve, edhe në këtë xhade të gjerë të mirësisë, atëherë ai do të ngelet një kujtim i bukur në këtë botë, por ajo që është më e rëndësishme është që ai do të shijojë në botën tjetër të gjithë ato bëmat, veprat e mira të bukura që ai ka bërë në këtë botë.